SPAK i është përgjigjur 6 kërkesave për informacion gjatë muajit nëntor. Lidhur me interesin për dosjen e abuzimit me fondet i parë, prokuroria e posaçme thekson se veprimet hetimore që po kryen janë në fazën e hetimit paraprak dhe përbëjnë sekret hetimor. Lidhur me cilësinë e ish antares së vetingut në drejtësi Pamela Qirkos si avokate e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, SPAK përgjigjet se pretendimet për konflikt interesi nuk gjejnë mbështetje në kuadrin ligjor në fuqi. Pyetjes në 2 raste nëse ka hetim pasuror për vëllezërit Hysa me aktivitet në fushën e kazinove në Meksik e Kanada, të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, SPAK i përgjigjet se nuk ka informacion për të ndarë. Prokuroria e posaçme po ashtu sqaron se dosja e atentatit të Rinasit ku ekzekutuan Gilmando Dani dhe Mustafa Shesheri nuk i ka kaluar për kompetencë dhe as zbulimi e një arsenali armësh gjatë kontrolleve pak ditë pas ngjarjes. SPAK i është përgjigjur dhe pyetjes mbi akuzat dhe procedimet që ka regjistruar për biznesmenin e arrestuar për Lumb Gjoka.